Mirë atëherë, mirë ditë të gjithëve. Faleminderit shumë që keni ardhur si zakonisht në konferencën për medias të radhës nga kampi kombëtarës. Jemi këtu me dy futbollistët Qazim Laçi dhe Ernest Muçi, cilët janë para medias për të përgjigjur interesit tuaj. Ndërkohë që skuadra do të zhvillojë sot pasdite stërvitjen e radhës në ora 4:30 në fushën e shtëpisë futbollit. Do ta nisim fillimisht me pyetje për Qazim Laçin, më pas do të kalojmë te Muçi. Po Jurgen Zela, Supersport. Laçi, si është situata në skuadrën kuqezi tashmë që le të themi jemi me një këmbë gjysmë në kampionatin evropian, ndjeni veten më të çliruar, sepse në një farë mënyrë kemi dëshmuar si jemi skuadra më e fortë e grupit? Përshëndetje. Po patjetër, si thetë dhe juve, jemi pak çliruar, sepse ishte një ndeshje shumë e rëndësishme për të marrë 3 pikë, si të na jepte pak një diferencë me Poloninë dhe me Çekinë. Po patjetër ne jemi gjithmonë me këmbën tokë, pse s'ka mbaruar gjë akoma, ka ngel dhe ti ndeshje akoma për tu kualifikuar në Europian. Sa i takon sfidave që na presin, në një farë mënyrë thuhet që Oreksi vjen duke ngrënë, tashmë Shqipëria do t'ja bëjë smetin dhe do të tentojë që të jetë para e grupit edhe në fund të këtyre kualifikuesve duke regjistruar një rekord pikësh, në anën tjetër dhe një rekord historik, sepse asnjëherë më parë nuk kemi pasur mundësinë që të jemi kryesuesit e një grupi në një tur kualifikuesesh. Patjetër, edhe ne kështu mendojmë se objektivi i parë ishte të kualifikimi në Europian dhe tani si objektiv dytë do jetë vendi i parë dhe për atë do luftojmë. Kristi Atari, Panorama Sport. Qazim, kemi një miqësore me Bullgarinë përpara, duke qenë se priten shumë ndryshime në formacion, a do i shfrytëzosh këtë rast për të treguar më shumë Silvinjos, duke qenë se edhe minutat tuaja kanë qenë të reduktuara? Besoj si trajneri Silvinjo i njoh të gjitha vlerat e lojtarëve ke ekipi dhe prandaj jemi 25-26 lojtarë, si jemi të gjithë të rëndësishme për ekipin, ose kjo është ndeshje miqësore, ose është ndeshje për kualifikimin, besoj trajneri ka besim këtë gjithë lojtarëve. Po patjetër jam dakord me juve dhe neve si s'kemi shumë minuta për momentin me ekipin kombëtar, është një ndeshje si oficial kualifikimi për ne dhe prandaj do ta marrim seriozisht. Pyetja e dytë është në lidhje me shokët tuaj të Sparta e Pragës, si keni takuar mbas ndeshjes, çfarë ju kanë thënë? Edhe nuk ishin dhe as të kënaqur dhe mua më ngel pak si keq, po shpresoj dhe atë të kenë kualifikimin në fund. Levisa Tufa, News 24, ti ke provuar edhe trajnerin Reja edhe Silvinjon, duket se me Silvinjon skuadra ka marrë një ndryshim super të madh. Cili është ai ndryshimi, po themi, që po bën diferencën tani? Po besoj edhe brenda fush, edhe jashtë fushës kemi shumë pozitivitet me njëri tjetrin, po luftojmë për njëri tjetrin dhe ndihmojmë njëri tjetrin. Edhe kjo ka shumë rëndësi edhe prandaj sot për sot dhe rezultatet janë shumë pozitive. Dhe të gjitha ndeshjet, si thashëm më përpara, si miqësore, si ndeshje oficial, ne do vazhdojmë të japim mundësinë dhe të fitojmë të gjitha ndeshjet. Personalisht sa i kënaqur je me këtë sezon, me paraqitjet e tua dhe një pyetje e dytë, forca e kësaj kombëtare përveç asaj që shohim ne 11 që në fushën e lojës është pikërisht grinta që ka pjesa tjetër e mbetur në stolin e rezervave. Çfarë do të thënie ka kjo? Pra, rezultatet e bashkojnë grupin apo ju vetë me trajnerin keni gjetur një harmoni fantastike sa që skuadra duket sikur festojnë më shumë ata që janë stol se sa ata të fushës? Po patjetër besoj se dhe niveli i ekipit kombëtar është ngritur tani, se të gjithë lojtarët janë në për kampionate më të mira në botë, dhe të gjithë lojtarët japin maksimumin për një pozicion ke ekipi, po e dim si në çdo ndeshje keni 10 lojtarë, s'mundesh me fut më shumë. Atë gjë i bën trajneri, ne të gjithë lojtarët ku vim me ekipin kombëtar jemi gjithmonë të motivuar, dhe ndihemi të gjithë krenar dhe sidomos si tani kemi një shans shumë të madh për të bërë të gjithë endrat e shqiptarëve dhe sidomos dhe endrat tona të bëjmë një kualifikim në Europian.
Në horizont është edhe ndeshja e ardhshme miqësore me Bullgarinë. A keni një thirrje për tifozët, duke qenë se jemi në një moment, le të themi, disi festiv pas asaj fitoreje të madhe, keni një ftesë për ta për këtë ndeshje që do të luhet martën? Nga dita e parë, si kemi filluar ndeshjet me Polonin, jashtë kur humbëm, kemi bërë gjithmonë të thirrjeve të tifozave, pse e kishim ndjek se do jetë radha jonë këtë herë, si do kualifikomi në European, edhe ajo është objektivi që thashë më përpara, dhe tani është gjithmonë të gjë e mirë ku shikon stadiumin Air Albania plot, pse ajo dhe me thanë që ke dhe besimin e tifozave, edhe i falenderoj shumë dhe besoj të kemi në çdo ndeshje, kjo do jetë miqësore, kjo do jetë ndeshje kualifikimi, për ne do jetë gjë shumë e mirë. Mirë, atëherë kalojmë me pyetje për Ernest Muçin tani. Muçi, tashmë që në një farë mënyrë 99% punës për të arritur objektivin e kemi kryer, na tregot cili është sekreti i kësaj skuadre. Shohim që pak diferencë bën fakti nëse dikush është titullar apo jo, në momentin që aktivizohen japin gjithë maksimumin, shohim shumë fytyra të lumtura, gjë që na bën edhe ne të gjithëve të lumtur. Cili është ai elementi që kjo skuadër ka një sukses dhe ka ndryshuar komplet korsi nga viti kaluar? Përshëndetje, po them drejtën, gjithë ekipi, gjithë çunat kanë grind që ne të shkojmë në European, edhe që nga fillimi i këtyre kualifikuesve gjithë kemi pasur këtë objektiv, kështu që gjithë jemi shumë të lumtur që arritëm që të marrim një fitore shumë të madhe me Çekin, kështu që do fokusohemi këto dy ndeshje të mbetura, që pse jo të jemi në vendin e parë të grupit. Ernest, sa që futesh në fush, ka një dashuri rrëdheqar, duhet të kesh ndjerë përse të tifozët. Çfarë duhet bërë më shumë që të kesh më shumë minuta, apo vetëm duhet pritur? Edhe pyetja e dytë, flitet që ka oferta për të transferuar diku tjetër në një kampionat me bë hapin e madh. Janë ofertat, ekzistojnë vërtet se nuk nduhen emrat e përveçëm, apo janë thjesht legjenda? Po, normal jam shumë i lumtur që marr atë lloj afeksioni nga tifozët edhe nga njerëzit që më rrethojnë, kështu që jam shumë i lumtur që jam pjesë e kësaj kombëtare dhe afër këtyre çunave që më suportojnë edhe mua gjithkohës, kështu që për pyetjen e dytë, akoma nuk e di, jam akoma në, si të them, gjysmën e këtij fillimit kampionatit, kështu që duhet të fokusohem akoma, pastaj nuk e di nëse është mundësia, gjithmonë egoja e futbollistit është që të luajë kampionat sa më të fortë, kështu që shpresoj që të japë më të mirën edhe të bëhet diçka e mirë. Muçi, jemi përballë një ndeshje miqësore, por në krahun tjetër vini nga një fitore shumë e bujshme. Do të hyni në fushë patjetër për 3 pikë dhe çfarë ju ka thënë trajneri Silvinho për këtë përballje, si duhet ta interpretonin fushë? Po, të drejtën këtë ndeshje nuk e shikojmë aq shumë sa miqësore, më shumë e shikojmë si një ndeshje që është official, kështu që shpresojmë që të luajmë sa më mirë dhe të paraqitemi sa më mirë përballë tifozëve tanë, kështu që do të jetë një ndeshje që do luftojmë shumë dhe duam ta fitojmë. Muçi, aktualisht kemi një kombëtare me një moshë mesatare shumë të re dhe ju jeni një prej atyre lojtarëve. Si e gjen veten Muçi brenda këtij ekipi? Po, ndihem shumë mirë, ky ekip ka një harmoni shumë mirë mes çunave të ri dhe lojtarëve me eksperiencë. Kjo duket edhe në fushë edhe jashtë, sa sillemi shumë mirë me njëri tjetrin, kështu që atmosfera është shumë e mirë dhe unë ndihem shumë mirë brenda këtij grupi. Duke qenë se kemi pasur mundësinë të rikthehemi pak aty 2 golçi me Aston Villa. Më thua që ka qenë edhe Silvinho, keni takuar mbas ndeshjes. Përveç komplimentave, çfarë mund të ketë thënë tjetër? Na zbulosh pak këtu? Po, them drejtën, përveç komplimentave kam folur rreth si mund të përmirësohem unë si futbollist, edhe ai më ka ndihmuar që nga era parë që jam grumbulluar këtu në kombëtare, kështu që është një trajner shumë i mirë dhe të gjithëve na suporton dhe na ndihmon të bëjmë mirë te klubet tona edhe te kombëtarja. Muçi, çfarë ndjesie është që të bësh një ndër grupimet ultras më fanatik dhe më të zjarrt në botë që të thrasin emrin e një shqiptari që për ta nuk është shumë e zakontë, me thënë drejtën? Po, është një ndjenjë shumë e bukur, është normal që Legia është një klub i madh me tifozë të mëdhenj, kështu që është e vështirë që kjo të bëhet, po jam shumë i lumtur që ata më respektojnë edhe unë kam krijuar një emër atje, kështu që i falenderoj shumë.
Duket sikur një farë mënyrë edhe ky mesazhi juaj sot, Laçi që luan në Çeki dhe Muci që luan në Poloni, i lë pas ato kombëtare në vendet e cilat aktivizohen, është një tregues edhe juaj që futbollistët shqiptar janë ata që po kalojnë një moment shumë të mirë dhe e keni merituar në plot kuptimin e fjalës kualifikimin në Europian. A keni pasur mesazh në lidhje nga skuadrat tuaja? Po, te ekipi im edhe për fitoren që bëm kundër Çekisë, shumë nga lojtarët më thanë që faleminderit që fituat, kështu që edhe unë jam shumë i lumtur që te ekipet tona kemi krijuar një lloj afeksioni, kështu që për ne është shumë e mirë. Ndërkohë që e njëjta pyetje si për Laçin, keni një ftesë për tifozët për ditën e martë në ndeshjen me Bullgarinë? Po, normal ne shpresojmë që shumë tifozë të vinë dhe të na shikojnë edhe ne do t'japim më të mirë në këtë ndeshje, kështu që të vazhdojmë festën për ndeshjen me Çekin, po duhet jemi të fokusuar tek Bullgaria. Një pyetje kështu sot, tani kur luaj Çeki Poloni, e keni derbi? Derbi për ne s'është, po. Po s'na hija let fare ne. Nuk na intereson. Në Air Albania këto golet e mrekullueshëm nga distanca po na mahnit Hasani, po para pak kohësh i qenë ti ai që e ke bërë sefte, thënë në zhargon edhe dialekt me këto golat e mrekullueshëm. A komunikon diçka me Hasanin ose ndoshta ndonjë batut e ke që nga njëri krah tjetër Hasani dhe nga krau tjetër mund të jesh ti dhe pastaj nuk duke në fund të golat e bukura, e pret këtë ditën? Po, normal, shpresojmë që një ditë ndodhin edhe kjo, po jam shumë i lumtur edhe për Hasanin që po bën shumë mirë edhe meriton, kështu që shpresoj që një ditë edhe unë të bëhem pjesë e kësaj. Mirë, atëherë kjo ishte edhe pyetja e fundit. Ne ju ftojmë të na ndiqni në kanalet tona zyrtare për të u informuar për zhvillimin në të fundit të kombëtarëve shqiptare. Ju falenderoj edhe një herë dhe gjithë mirë.